Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 21, cilën autori e titullon sot Usulul Iman, bazat e imanit. Dhe në këtë temë e sjell hadithin e njohur që transmetohet te Buhariu Muslimi, që është hadithi i Xhibrilit. Ky hadith përcjellet prej Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili tregon thot: një ditë ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe erdhi një person, një njeri i cili i kishte rrobat shumë të bardha dhe flokët shumë të zeza. Dhe nuk vreheshin tek ai gjurmët e udhëtimit. Dhe asnjëri prej neve nuk e njehte. As nuk ishte banor i Medinës dhe as nuk ishte udhëtar. Derisa thot ul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i mbështeti gjunjtë e tij te gjunjtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i vendosi duart e tij mbi kofshët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo mbi kofshët e tij. Ai tha: "O Muhammed, më trego se çfarë është Islami?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigj ka thënë: "El-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah." Islami është që fillimisht të dëshmosh se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus salat, ta falësh namazin, wa tu'ti az-zakat, ta japësh zakatin, wa tasuma ramadan, ta agjërosh Ramazanin, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, dhe të shkosh në haxh me zitu Ka'bën nëse ke mundësi. Pastaj ai personi tha pejgamberin sadaqta, vërtetën e tha. Edhe Umeri radhiyallahu anhu thotë: "U çuditëm si ka mundësi vetë po e pyet dhe pastaj pia vërtetën fjalë. Po pia sakson fjalë." Pastaj tha pyetim edhe i tha më tregon çfarë është imani. Pejgamberi tha: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi." Tha të besosh Allahun, melekët e Allahut, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit, dhe ta besosh kaderin, të mirën edhe të keqen. Prapë i tha të vërtetën e tha. Pastaj tha më tregon se çfarë është ihsani. Po përkryrja e adhurimeve dhe veprave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigj ta ta'budu Allaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur po e sheh. Nga sa pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Pastaj tha më trego rreth kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mal mas'ulu anha bi'alami min as-sa'il." I pyeturi nuk din më shumë se sa pyetsi për këtë çështje. Po kur komandon kiameti. Atëri tha më trego për shenjat e kiametit, tha: "Antali del amatu rabbataha." Shenjat e kiametit është kur robresha e lind zonjën e saj, wa antara al-hufat al-urat al-ala yari'a ash-shah yatatawaluna fi al-bunyan, dhe kur ti shohësh ata cilët kanë qenë këmbëzbathur, të zhveshur, çoban të deleve, të dhanëve, se si po garojnë me njëri tjetrin për me ngritë sa më lart ndërtesat e objektit. Pastaj thot ai u largua dhe unë qëndrova një kohë, dhe pejgamberi sa mos nikohej me pyetje dhe më tha: "O Umar, a din kush ishte ky që i parashtroi këto pyetje?" Edhe Umeri tha: "Allahu pejgamberi i dërguari ti e din më së miri." Tha: "Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum." Ky është Xhibrili i cili erdhi t'ja mësoj juve, po përmes këtyre pyetjeve t'ja mësoj juve fenë e juaj. Po se që dim, kjo është një hadith madhështor, i cili përfshin bazat, parimet edhe çështjet më të rëndësishme të fesë. Në këtë hadith po përfshihen çështjet që kanë bëjnë me akiden, besimin, kredon ton. Po gjithashtu veprat e jashtme edhe të brendshme, veprat e gjymtyrë edhe të zemrës. Po të gjitha dijet e fesë, qofshin që është më lart, po pi bazave që kanë bëjnë me imanin, me akiden, apo pi dispozitave të fesë praktike, cilat veprojnë qoftë me zemër, qoftë me gjymtyr, gjitha këto i referohen këtij hadithi. Prandaj po dietar thonë bën që ky hadith të quhet sunna, baza e sunetit, ashtu siç surja Fatiha quhet Quran ose Kitab, baza e librit, baza e Kuranit. Ka se këtë sunetet kthehen ose hadithet e përson kthehen te ky hadith, ashtu siç krejt Kurani, kuptimet e Kuranit kthehen edhe i referohen për mblidhen në surën Fatiha. Dhe për gjërave më të rëndësishme që i përfshin ky hadith është përmirësimi i zemrës.
ose përmirësimi i zemrave tona. Duke nga se kjo hadith siç e pam pra i përmend atë çështje ose ato çështjet për meselave përmirësohen zemrat tona, e që është besimin e 6 shtyllat e imanit. Ose 6 bazat e imanit. Po me besu Allahun, me lekët e Allahut, librat që i ka zbrit, pejgambert që i ka dërgu, me besu ditën e fundit dhe me besu kaderin, po që çdo gjë është prej Allahut, qoftë e mira apo e keqe. Po çdo gjë është prej Allahut, qoftë nëse na përshtatet neve apo nuk na përshtatet. Dhe këto siç e dim, pra janë 6 baza që kanë rëndësi të madhe në fen tonë. Edhe është obligim për çdo musliman mi besu këto me gjithë zemrën. Po me besim të paluhatshëm dhe besim i cili është i lirë edhe nuk përzihet qoftë me dyshimin apo pasurinë më të vogël. Edhe këto 6 baza të imanit, 6 parime ose themelet e imanit janë përmendur edhe në Kur'an në shumë vende. Arsyeja pse Allah subhanahu wa taala ka përmendur në shumë vende në Kur'an, në shumë ajete është për me konfirmu rëndësinë e tyre. Dhe me tregu pra për vendin edhe pozitën e lartë që kanë këto bazat e imanit të Allahut subhanahu wa taala. Për shembull sura Al-Bakara i përfshin këto 6 shtyllat e imanit në fillimin e saj, në mesin e saj dhe në përmbylljen, në përfundimin e saj. Siç e din në fillim surës Bakara Allah subhanahu wa taala i përmend tiparet e besimtarëve të devotshëm. Si sa dhalika el kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, kjo është libër se nuk ka kur far dyshime dhe që është udhërrëfyes për të devotshmit. Pastaj i përmend cilësitë dhe tiparet e tyre, thotë alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Janë ata të cilët e besojnë të fshahtën gajbin, e falin namazin dhe për asaj që ne ju kemi dhënë ata japin, po pi pasurisë që kemi dhënë ata shpenzojnë rrugën e Allahut. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dhe ata të cilët i besojnë shpallës që të ka zbritur ty dhe shpallës që ka zbritur pejgamberët më hershëm, dhe e besojnë botën tjetër me bindjen më të madhe. Po janë të bindur në botën tjetër. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Këta janë të udhëzuar në rrugën e drejtë prej Zotit të tyre dhe këta pra pikërisht këta janë të shpëtuarit. Pra Allah subhanahu wa taala po thotë po cilësinë e parë, se tipon e parë që përmend për besimtarët e devotshëm, po alladhina yu'minuna bil ghaib. Janë ata që e besojnë gajbin të fshahtën. Abu Ali Allahu më shëroft kur e shpjegon këtë pjesë të ajetit, thotë, domethënë ata që e besojnë Allahun, po te gajbi përfshihet besimin në Allahun, me lekët e Allahut, librat e Allahut, të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, me besu xhenetin edhe xhehenemin, dhe gjithashtu me besu bindshëm, pra pa kur fare dyshimi, takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pra thot me besu jetën pas vdekjes, edhe ringjalljen, pra kur njerëzit do të rinjallën do dalin para Allahut. Këtë thot kjo është për gajbet, besimet në gajb në të fshahtën. Prandaj pra besimin në gajb, siç po e shohim, është një cilësi me cilën për meselës dallohen besimtarët e vërtet. Po besimtarët e cilët Allah subhanahu wa taala ka begatuar me iman dhe udhëzim në rrugën e drejtë ose në rrugën që dërgon te Allah subhanahu wa taala. Po këta besimtarët e vërtet besojnë çdo gjë që është gajb, që është të fshehtë për ta, por mirë po për cilën na kanë njoftuar të dërguarit të Allahut. Prandaj pra çështja e besimit në gajb është shumë e rëndësishme, shumë çështje që ka peshë të madhe në fen tonë. Për këtë arsye Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, shoku i njohur i pejgamberit sa ka thonë: "Ma amana ahadun afdala min imanin bi ghaib." Askush nuk ka besu me besim më të mirë, më të vërtetshëm se sa kur beson në ghaib. Çështja e fshehtë, pastaj i ka lexuar këto 5 ajete e para të surës Bakara. Po ashtu Allah subhanahu wa taala tha: "Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." Dhe janë ata të cilët besojnë shpallës që të ka zbritur ty dhe shpallës që ka zbritur pa atyre pejgamberët më hershëm. Kjo siç e di, po e përfshin edhe besimin në librat që e mëhershëm që ka zbritur Allahu, po gjithashtu edhe në të dërguarit e mëhershëm. Ka se këta libra po ju kanë zbritur pejgamberët e Allahut, të dërguarët e tij. Dhe po thotë bil akhirati hum yuqinun, dhe në botën tjetër ata besojnë bindshëm. Po kjo është besimi në ditën e fundit. Pastaj gjithashtu në mes surës Bakara Allah subhanahu wa taala thotë: "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat." Thuani, ne i besojmë Allahut dhe i besojmë pra librave shpallët që
librit që na ka shpall neve, po Kuranit edhe librave që ju ka shpall ose ju ka dhënë shpallës që ju ka zbrit pejgamberët më hershëm, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit edhe bijve të Jakubit. Wa ma utiya Musa wa Isa. Edhe kemi besu pra shpallës që i ka zbrit Musës edhe Isës. Wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim. Edhe shpallës që ju ka dhënë këtë pejgamberëve. Ju ka zbrit këtë pejgamber. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Na nuk bëjnë dallim në asnjë prej pejgamberëve, po këtë i besojmë dhe ne jemi musliman të dorëzuar ndaj Allahut subhanahu. Po Allahu po thotë thuani ne besojmë Allahun, kjo përfshin besimin në Allahun. Kurse pjesa tjetër ajetit që lexuam i përfshin pra pjesët ose shtyllat e mbetura, 6 shtyllat e mbetura të imanit ose 6 shtyllat e tjera të imanit, të cilat i përmendëm më lart. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thotë në surën Bakara ajetin 177, i cili njihet edhe si ajeti i mirësisë ose devotshmërisë. Thot leysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është e gjithë mirësia, e gjithë devotshmëria që ju t'i ktheni fytyrat e juaja ka lindja apo perëndimi. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mirë po, mirësia, devotshmëria vërtet është ose e ka këtë cilësi ai i cili ka besuar Allahun, ditën e fundit, melekt, librin edhe pejgamberët. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon edhe i përmend edhe të dispozita tjera, si është falja namazit, e kështu me radhë me dhënë pra në rrugën e Allahut edhe të tjera. Po kjo ajet i përfshin çish po e shohim bazat edhe shtyllat e imanit. Po spari kjo ajet po fillon duke i përmendur këto bazat e imanit, nga se këto janë prej cilësive më të rëndësishme, më madhështore, më të larta që i kanë të devotshëm besimtarët e vërtet. Po me besu spari në bazat ose shtyllat e imanit. Prandaj Ibn Kathir Allahu më shoh kur e shpjegon këtë ajet thotë që kjo ajet përfshin pra fjali shumë të rëndësishme madhështore dhe përfshin pra baza edhe parime të thella, po të fesë, edhe në akide, po besim të drejtë. Pastaj e përsjell prej Sufjanit Thauriut radhiyallahu i cili ka thënë gjitha këto që unë përmend në këtë ajet janë prej kategorive të devotshmërisë dhe mirësisë. Edhe Ibn Kathir thotë të vërtetën e ka thonë. Ka sa ai i cili i ka si tipare, si cilësi këto që unë përmend këtë ajet, i tillë thotë ka hyrë në të gjitha degët edhe nyjet e imanit. Po i tillë ka arrit më ka për të gjitha ato gjëra që i përmbledhin gjithë hajrin edhe mirësinë. E që është besimin në Allahun, po që i vetëm meriton të adhurohet, pastaj me besu pra me besim të alohatshëm në ekzistencën e melekëve, të cilët kanë qenë pra ndërmjes mes Allahut edhe pejgamberëve, po me zbritjen e shpallës. Pastaj po thotë me besu në librin, po qëllimi i librit kjo pse u përmend librin e njëjës, është për qëllim lloji i librit, po i përfshin të gjitha librat që kanë zbrit prej qiellit, po prej Allahut te pejgamberët. Derisa siç e dim pra është përmbyll me librin më madhështor, e që është Kurani, i cili është mbizotrues mbi librat që kanë zbrit më herët. Pra këtë hajri, këtë mirësia ka përfundu edhe është përmbledhur në Kur'an. Po në Kur'an përfshihet e gjithë lumturia që njeriu mund të arrijë këtë botë edhe që arrin botën tjetër. Po Kur'ani është ai i cili ka shfuqizuar librat edhe shpallet e mëhershme. Po ashtu domethënë ajeti, po këto janë fjalët e Ibn Kathirit, që vazhdon me shpjegoj jetën, thotë, mi besu edhe pejgamberët Allahut të gjithë pit pari deri te i fundit, po te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah në fund të ajetit thotë ulaika alladhina sadiqu. Këta janë cilët kanë besuar në të vërtetë, po besimtarë të vërtetë. Po këta cilët i kanë këto tipare, përshkruan ose i kanë këto cilësi këto tipare janë që e kanë vërtetuar imanin e tyre. Ka se e kanë realizuar imanin me zemër dhe imanin me vepër. Po këta janë cilët po kanë thonë vërtet nëse e kanë vërtetuar imanin e tyre, ulaika humul muttaqun, dhe këta janë besimtarët e devotshëm. Pastaj siç e dim pra në përmbyllje të surës Bakara, Allah subhanahu wa taala prapë i sjell po ato dy ajete të fundit surës Bakara që kanë rëndësi të veçantë. Po i pari thot amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihim wal-mu'minun. I dërguar dhe besimtarët të gjithë i besuan shpalljes që ju zbriti për Zotit të tyre.
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Gjithë i besojnë Allahut, melekëve të tij, librave të Allahut që ka zbritur dhe të pejgamberëve të Allahut. Edhe thonë la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Na nuk bëjnë dallim në asnjërin prej pejgamberëve të Allahut, të dërguar të tij, nuk bëjnë dallim në besim, po i besojmë të gjithë. Wa qalu sami'na wa ata'na. Thonë ne dëgjuam dhe u bindëm. Dëgjuam dhe respektuam. Wa ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kërkojmë falën prej teje o Zotin për gabimet tona dhe tek te është kthimi. Pra edhe ky ajet i përfshin të gjitha shtyllat e imanit ose 6 shtyllat e imanit që është ama lart, pra besimtari ka obligim, është i urdhëruar mi besu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmetohet në Buhari dhe Muslimi thotë: Man qara al-ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafata. Kush i lexon 2 ajete të fundit surës Baqara gjatë natës i mjaftojnë. Po qëllimi i mjaftojnë edhe mbrohet për çdo të keqe dhe për çdo dëmi, për çdo sherrri. Dhe kur besimtari lexon këto 2 ajete çdo natë, këto e kanë, do thonë sikur e bën lloj ripërtrirje të imanit të tij në këto 6 shtylla madhështore të imanit. Pastaj në surën Nisa, në ajetin 136, Allah thot: Ja ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. O ju që keni besuar, besoni Allahut dhe të dërguarit e tij, dhe besoni librit që e ka zbritur të dërguarit e tij dhe librave që i ka zbritur më herët. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Dhe kushdo që e mohon Allahun, melekët e Allahut, librat e tij, të dërguarit të Allahut dhe ditën e fundit, i tilli veç se ka humbur me një humbje të largët. Po ky ajet po tregon po specifikisht se kushdo që i mohon këto 6 shtyllat e imanit ose ndonjërin prej këtyre shtyllat të imanit, po kjo është në humbjen më të madhe. Nuk ka njeri më të humbur se sa kjo. Allah po thotë ka dalën e bëjt, ka humbur me një humbje të madhe. Po çdo kujt që i mungon besimin në njërin prej këtyre shtyllave të imanit, atëherë ati nuk i pranon bindjet e tij, edhe nuk i bojnë dobi adhurimet e tij. Po nuk i pranon adhurimet e Allahut subhanahu wa taala, nuk i bojnë dobi. Për këtë arsye Allah në surën Maide thotë: "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kushdo që e mohon imanin ose çështjet e imanit, bazat e imanit, diçka që ndërlidhet me iman, këtë veprat e tij shkatërrohen, këtë veprat e tij rrënohen, nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Në botën tjetër ai do të jetë për të humburve. Për gjërave që tregojnë për rëndësinë e këtyre bazave të imanit, edhe për vendin e tyre dhe madhështor, pozitën e lartë që ka në fenë tonë, pra te Allahu, ose të gjitha legjislacionet, ligjet qiellore që kanë zbritur pejgamberëve, po gjitha shpalljet që kanë zbritur pejgamberëve, kanë pajtueshmëri rreth këtyre bazave të imanit. Gjitha pajtohen. Po gjitha kanë thirrë në këto 6 baza të imanit. Edhe nëse dispozitat apo legjislacionet kanë dalluar mes veti. Allah subhanahu wa taala thot në surën Maide: "Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Çdo kujt prej juve, po që edhe të popujt umetet të mëshëm, thotë ja kemi caktuar në legjislacion ose ligj edhe një rrugë që do të më ndjek. Pra sa i përket ligjeve, ka dallim mes ligjet që Allah ja ka zbritur pejgamberit sa dhe ligjeve që ka zbritur pejgamberi më hershëm. Mirë, po sa i përket bazave të besimit, bazave të imanit, këtë pejgamberët pra kanë thirrë ose thirrja atyre ka qenë e njëjtë, s'ka pas dallim. Po kanë qenë pra ka pas konsensus në këtë çështje. Dhe për gjëra tjera që tregojnë rëndësinë e këtyre bazave është se çysh tham, këto quhen baza dhe shtyllat e imanit. Po themele, shtylla në cilat bazohet dhe ndërtohet imani njeriut. Po kjo nuk kupton që çysh tham nëse këto shtylla nuk ekzistojnë ose ndonjëra prej tyre nuk ekziston, atëherë këtë feja njeriut rrënohet edhe shkatërrohet, nuk ka fe, nuk ka besim. Gjithashtu për gjëra tjera që tregojnë për rëndësinë e tyre është se këto bazat e imanit në raport me imanin janë sikur se rrënjët në raport me pemën. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka bërë këtë përqasje, këtë krahasim në Kur'an. Po në surën Ibrahim në ajetin 24 dhe ajetin 25 Allah thot: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan
ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi as-sama. Ata nuk e ke pa se si Allahu e përqas, pra sjell shembullin krahasimin e fjalës së mirë me pemën e mirë. Rrënjët e cilës janë pra të forta, të paluhatshme në tokë dhe degët e saj janë ngritur e lart në qiell. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha. Kjo pemë i jep frytet e saj ose frutat e saj me lejen e Allahut në çdo kohë. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dhe kështu thot Allahu sjell shembull për njerëz që ata ndalen dhe të mendojnë, të reflektojnë. Po qëllimi me pemën e mirë, që është kanë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këtu që përmend këtë hadith është pema e hurmës. Dhe Allah subhanahu wa taala këtu e sjell një shembull shumë të bukur dhe të mrekullueshëm me pemën e hurmës, po me cilën e imanin, po bën krahasim me saj edhe mes imanit. Po ky shembull besimtari kur lexon këtë shembull përfiton dobi nga se ja shton njohurinë rreth imanit. Por e kupton besimtari që imani pas ka rrënjë, cilat duhet me qenë rrënjë pa luhatshme, rrënjë të forta, ngulitura thellë në tokë. Dhe gjithashtu ky iman pas ka degë që ngriten lart. Dhe pastaj ky iman po sjell ka dhe fryte të bollshme dhe dobishme. Po sjell ka dobi për besimtarin, cilat janë gjithë përfshirëse në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj na do të mundojmë me meditu rreth këtij krahasimi që Allah subhanahu wa taala ka bën këtë ajet po mes imanit edhe pemës së hurmës. Nga se krahasimi edhe përqasja është shumë e dukshme edhe e qartë. Për arsye se pema e hurmës për me jetu, për me ekzistu patjetër do të mi pas 3 elemente kryesore. E para është çysh e pa ajetet, pra me pas rrënjë të thella, do rrënjë të forta në tokë. Pastaj me pas një trung, se gjithashtu është një trung që qëndron pra i fortë i ngritur lart, edhe me pas pastaj degë të cilat janë të frytshme, që dhojnë fryte, dhojnë pra rezultate dhe fruta. E njëjtë është me imanin. Po që njeriu më konsideru që është besimtar dhe ka iman, patjetër do të mi pas këto 3 elemente. Këto 3 kushte, me besu me zemër, me shqiptu me gjuhë, edhe pastaj me vepru me gjymtyr. Po mi u bind Allah subhanahu wa taala, me u nështruar dhe me adhuru Allah. Po piksoj pe kuptojnë se imani është një pemë e bereqeshme, një pemë e bekuar që sjell dobi të mëdha dhe madhështore për në jetën e besimtarit. Pra gjithashtu lën edhe gjurmë të pashlyeshme. Mirë, po ky iman ka një vend ku duhet të mbillet, edhe ka një gjë me cilën që është e veçantë me cilën u jitet, edhe ky iman pas ka po që tham rrojnë degë dhe pas ka edhe fryte. Vendi në të cilën mbillen fidanet e imanit, edhe prej këtyre fidaneve pastaj rritën dhe zhvillohen degët e saj është zemra e besimtarit. Po nuk mundet dikon tjetër më mbjell këtë iman, por ai që në zemrën e besimtarit. Allah subhanahu wa taala thot: "Fa man sharaha Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbih." Në ajetin 22 sura Zumar. Kujdo që Allah subhanahu wa taala ja hap, ja zgjeron krahërorin e tij për Islam, atëra ai do të jetë i udhëzuar në dritën prej Zotit të tij. Do të ketë dritë prej Zotit të tij. Do të jetë i udhëzuar, i ndryshuar prej Zotit të tij. Po ashtu në surën An'am, në ajetin 25, Allah thot: "Fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Atë që Allah dëshiron me udhëzu, ja hap krahërorin, ja zgjeron krahërorin e tij që me pranu Islamin. Sa i përket ujit me cilën ujitet kjo zemër, është shpallja prej Allahut. Po imani që mbillet këtë zemrë, me çfarë ujitet? Me shpalljen prej Allahut. Dhe shpallja e Allahut i përfshin fjalët e tij, pra Kur'anin edhe fjalët e pejgamberit, sa hadithet e tij. Nga se edhe hadithet e pejgamberit janë shpallje prej Allahut. Po përmes këtyre dyjave ngjallet merr jetë që kjo pema imanit në zemrën e besimtarit. Përmes kësaj ujitje, domthonë ajo rritet edhe zhvillohet në vazhdimsi. Allah subhanahu wa taala thon surën An'am përsëri: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi dhulumat." Ta është një ai që ka qenë i vdekur dhe ne e ngjallëm. Pa ngjallëm duke i dhënë iman, besim në zemrën e tij. Dhe i dha dritë me cilën ecën mesin e njerëzve. Po është i njëjtë ky me atë i cili është mesin e errësirave, nuk mund të dalë prej këtyre errësirave. Leysa bi kharijin minha. Nuk mund të dalë prej këtyre errësirave, po mosbesimet e kështu me radhë. Po drita që unë përmend këtë ajet është për qëllim shpallja,
që ka zbrit Allahu subhanahu taala te pejgamberi i tij te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se me këtë shpallje pra që është thamë merr jetë edhe ngjallet që kjo pema e imanit. Siç thot Allahu në surën Al-Anfal, ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit kur ai ju thret drejt asaj që në cilën është jeta juaj. Po jeta e zemrave të juaj është për qëllim. Dërsa sa i përket rrënjeve të kësaj pemë të imanit, pra janë që të bazat e imanit, 6 bazat e imanit. Nuk mundet pra me qëndru, me ekzistu imani edhe islami njeriu të mu përmisu feja ti përveç se përmes tyre 6 bazave të imanit. Që është i përmanu ma lartë po edhe i lezum po të hadithi Gjibrilit. Dhe i sasoj përket degve, të kësaj pemë të imanit pra janë ato bindjet edhe adhurimet e shumta dhe të lloj-llojshme. Po namazi është për imanit, zakati është për imanit, haxhi gjithashtu është pjesë e imanit. Dhe çdo adhurim, çdo bindje me cilën besimtari ofrohet te Allahu subhanahu taala është për imanit. Po ashtu edhe kur besimtari pra largohet prej harameve, prej gjunave, edhe kjo është pjesë e imanit. Kur largohet prej këtyre harameve, gjunave për hir të Allahut, edhe kjo është për imanit. Ndërsa sa i përket fryteve që i sjell kjo pema e imanit, atëherë këto janë që sa më lart çdo hajër, çdo mirësi, çdo nimet, çdo dhunti që përfiton besimtari si rezultat i imanit të tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Këto pra janë për fryteve ose rezultateve të imanit. Allah subhanahu wa taala thot në surën Nahl: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Çdo mashkull apo femër që bën vepra të mira, edhe duke qenë besimtar, ne do t'ja mundsojmë atij me bën një jetë të mirë, një jetë të bukur. Po kjo është fryte apo rezultati në jetën e kësaj bote. Ka pas jetë lumtur në jetën e kësaj bote. Kurse shpërblimi në botën tjetër thotë wala najzianhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dhe do t'i shpërblejmë botën tjetër në bazë të veprave të mira që i kanë kryer, po për hir të Allahut sipas sunetit për janë kështu më radh. Po ashtu Allah thotë në surën Sajda: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Askush nuk e din se çfarë kënaqësi të shpirtit është janë fshehur për ta në botën tjetër si shpërblim për veprat që i kanë bën jetën e kësaj bote. Prandaj pra, përmes imanit njeriu ka me jetu jetë mirë, të bukur, të mrekullueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, në dy botët, po edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Përmes imanit njeriu shpëton për gjërave të papëlqyeshme, për gjërave që dëmtojnë, për vështirësive. Dhe përmes imanit njeriu arrin pra me realizu ato dhuratat edhe dhuntitë e mira dhe të bukura dhe të gjera dhe të mëdha prej Allahut subhanahu wa taala. Përmes imanit njeriu pra arrin shpërblimin e botës tjetër duke hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, xhenet gjerësia e cilit është sa qiell toka, sa ky univers, sa është i gjerë, aq është i gjerë xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Dhe në xhenetin e Allahut siç di pra ka kënaqësi të përhershme, të amshueshme, edhe ka mirësi të shumta prej Allahut subhanahu wa taala, mirësi edhe dhunti për cilat Allahu subhanahu wa taala ka ardhur në hadithin qudsi thotë: "Adatu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kam përgatitur për robët e mi të mirë devotshëm atë çka asnjë sy nuk e ka pa kurr, asnjë vesh nuk ka dëgjuar për këto të mira kurr dhe asnjë zemër nuk mundet mi paramenduar dhe mi paraftiruar. Po përmes imanit njeriu shpëton prej xhehenamit, prej zjarrit të xhehenamit, në cilin ka dënim tashmër dhe dëmshëm për ata që hyn aty. Thellësia e cilit është shumë e madhe, edhe nxehtësia e cilit është gjithashtu shkakton dhimbje të mëdha. Dhe përmes imanit njeriu arrin pra shpërblimin më të madh, që është më i madh se sa shpërblimi i xhenetit, e që është me arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu nuk zemrohet kurrë me to në amshueshmëri, në përhershmëri. Edhe arrin pra me përjetu kënaqësinë e shikimit në fytyrën fisnike të Allahut subhanahu wa taala. Këto janë si rezultate e fryt të imanit. Gjithashtu përmes imanit pra njeriu arrin qetësinë e zemrës, prehjen e shpirtit, edhe lumturinë harene po e shpirtit të tij. Allah subhanahu wa taala thotë: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Ata që besuan dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Thotë vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra për shkak se sa dobi madhështore po na sjell ka imanin.
sa gjurmë dhe rezultate, pra të bekuara edhe të bereqetshme, edhe fryte, po të bollshme, edhe mirësi të vazhdueshme këtë botë edhe në botën tjetër, po e arrin besimtari përmes imanit. Po mirësi i hajër që nuk të mira që nuk mundet askush as mi numëru ato. Po nuk janë ato me mira ose miliona ose miliarda, janë të pa numëruara, vetëm Allah subhanahu wa taala din se sa është numri i tyre. Prandaj pra imani do të jetë edhe është, po do të jetë pra kështu e kërkon Allah subhanahu wa taala kërkesa më madhështore e njeriu, po objektivi më i lartë edhe synimi më fisnik që do të më pas njeriu në jetën e tij. Po imani është gjëja më e vlefshme, më e vërtetshme që arrin shpirtat edhe zemrat e njerëzve. Përmes imanit njeriu arrin ngritjen edhe krenarin këtë botë dhe botën tjetër. Madje çështë pa pra çdo haj, çdo mirësi në këtë botë dhe botën tjetër është e kurzuar me imanin e saktë dhe imanin e vërtet. Prandaj në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera të larta, që gjithë vetë na stolis me stolisjen e imanit, me bukurinë e imanit dhe të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues për tjerët dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.